Shiko tash, edhe na thret dhe na thot po ju kush jeni, ana thirrë. Neve jemi media. Po, shumë. Shikon, ke ditë çka ke thirr? Sa vjeçë isha unë tash? Më thuaj edhe ja? 18. Oh, ti rrofsh. 38 xhaxhi. Tani, Ilir me autorin Ilir Kushi. U futëm te Panajiri edhe e pam këtu. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 botime, 7. 7 botime ke gjithsej? Kam 10 botime, po 3 botime janë shitur. Qa janë? Të gjithë. Janë novela, tregime dhe romane. Ilir, do më thuash ç'a të frymëzoi në fillim fare që ule dhe fillove të shkruaj? Çfarë frymëzoi mua? Unë jam çam me origjinë, ta marrësh vesh. Dhe prandaj këto janë aventura se s'pro çamit. Janë 20 tregime në Afrikë, në Amerikë, në Rusi, Ukrainë, lindjet mesme dhe kudo. Mua më frymëzoi, kam qenë i dashuruar. Pësova një tragjedi, gruaja më vdiq në aksident me makinë. U martova prap, dashurova, nuk shkoj si duhet dhe si ta them, frymëzim, jetën frymëzoj, jetën, pasioni. Tash unë kam dëgjuar, ndoshta ne kam gabim. Unë kam dëgjuar që poetët e mëdhenj lindin nga sfida të mëdha. Sa e vërtetë është kjo? Është shumë e vërtetë, 100%. Kjo është 100%. Unë duroj shumë suksese në vazhdim. Faleminderit.